Lajmet e këqija për skuadrën e Chelsea nuk kanë të mbaruar. Nuk ka mjaftuar humbja 3-1 në sfidën e parë të 1/8 të Champions League kundër Napolit, por tashmë vjen edhe lajmi që shqetëson edhe më shumë blut e Londrës. John Terry, kapiteni i skuadrës, do të mungojë me siguri për 2 muajt e ardhshëm për shkak të problemeve që ai ka në gjurin e djathtë. Pak minuta para nisjes së ndeshjes me Chelsea të mërkurën në mbrëmje, stafi mjekësor i skuadrës londineze ka bërë të ditur se jo vetëm që Terry nuk do të ishte i gatshëm për 2 takimet me Napoli në Champions, por për më tepër futbollisti 32 vjeçar do të jetë jashtë ekipit të paktën deri në mezin e muajit prill. Një lajm që duhet shqetësoj shumë trajnerin Villas-Boas, duke qenë se dyshja e mbrojtjes Cahill dhe Luiz bën një paraqitje të dobët në takimin me Napoli në San Paolo, duke konfirmuar se mbrojtja e bluve të Londrës pa John Terry është vërtet e brisht. Lojtari kombëtares angleze nuk luan me Chelsea që prej fundit të muajit janar, ndërsa dëmtimin e gjuhë është provokuar në sfidën e datës 8 janar të FA Cupit që Chelsea fitoi 4-0 kundër Portsmouthit. Sidoqoftë, mjekët e skuadrës londineze thanë se pas ndërhyrjes kirurgjikale, Terry do të jetë gati për muajin e fundit të këtij sezoni futbollistik dhe për më shumë nuk rrezikon të mbetet jashtë kampionatit evropian.